Zamakhshariu në tefsirin e tij nuk e shpreh qartë mendimin e tij, gjë që tregon hutin e tij për këtë çështje. Ai përdor fjalën thuhet. Ai thot kështu: thuhet se ky ajet ka të bëjë me Imam Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ai ishte në ruku gjatë namazit. Dikush i afrohet dhe i kërkon diçka për ndihmë, dhe Imam Aliu i drejton atij unazën e vet që kishte në gishtin e vogël, në formë ndihme, pa bërë shumë lëvizje, sepse lëvizjet e shumta mund ta çonin atë drejt prishjes së namazit. Më pas, Zamakhshariun e kanë pyetur rreth numrit shumës që përdoret në ajet. Si mund të bëj fjalë ky ajet për Aliun, ndërkohë që ai është një person i vetëm, ndërsa emri besimtarët në ajet është në numrin shumës. Zamakhshariu u përgjigjet: qëllimi i zbritjes së ajetit në numrin shumës, megjithse personi për cilin bëhet fjalë është njëjës, është për arsyen se besimtarët duhet të kenë dëshirë dhe nisma që të veprojnë siç veproi ai dhe të arrijnë të shpërblehen siç u shpërblye ai. Të ngjasojnë atij në qëllime, në përkushtime, adhurime, dëshirë, vendosmëri, në mirësi dhe në ndihmën që u ofrohet nevojtarve, madje edhe të bëjnë të njëjtën gjë përballë situatave që nuk presin të lihen për më vonë. Kjo zbulon se thënia e Zamakhshariut ka një qasje të drejtë.